E dëgjoj shpesh të pyetjen që bëjnë gazetarët ndaj nxënësve maturantëve që dalin nga universiteti, duk teza. Si po. Çdo tezë duhet të ketë tre pjesë të ashtu tregues. Ushtrime të lehta, po jo shumë të lehta, ushtrime mesatare dhe ushtrime të vështira. Pra, një tezë, po të bëjmë mesatare në aritmetikë, është mesatare. A ka ushtrime të vështira? Po pse çdo kush që hyn provim matematikës është detyruar të marrë 10, ose nuk e meriton? Unë nuk e pranoj kurrë se si që kjo tezë që ka dalë si mjet, për shkak, konsiderohet e vështirë sepse ka 2 ose 3 ushtrime që janë pak sa më mbi mesatare. Pra, nxënësit janë mësuar të ngopen me luk bosh, të joshen me nota fiktive, të mendojnë se atyre duhet të shkojë patjetër kopjo, dhe kjo gjë nuk ndodh kudo sepse ka dhe qeliza shumë madje. Brenda në qytetin e mëdha, për shembull Tiranë, jam sigurt që ky proces nuk çeton. Dhe këto janë mësuar të flasin që ishte provimi i vështirë. Matematika si lëndës e vështirë. Patjetër. Notat janë nga 4 deri te 10, madje jo me nota të plota, janë 4.5, 4.64, 4.98. Kjo bën diferencën. Pra, ai që është i Zotit le të marrë 10.00. Pra atë provimi është koha, është koha e pamjaftueshme. Koha shumë e mjaftueshme. Matematikë nuk si kemi bërë këto ushtrime. Çdo gjë që ka qenë në test, ka qenë brenda programit. Kam vërejtje për tezën, kam shumë vërejtje. Shprehem në një rast tjetër. Në këtë rast nuk është e nevojshme të shprehem për tezën, po kundërvejem njerëzve që mendojnë që koha pa mjaftueshme, teza me ushtrime jashtë programit, teza me ushtrime të vështira. Absolutisht asnjëra nga këto nuk qëndron. Pra, nuk kemi, kjo është fakt edhe ankesa kryesore që qarkullon edhe në opinionin publik, profesor, që ka mos përputhje midis programit edhe asaj që ka rënë test, po mua më duket pak e çuditshme kjo se çfarë do bjerë tjetër në test. Absolutisht. Ai kam parë me imtësi, fatmirësi, dhe unë gëzohem për faktin që teza del, sepse ka mos i ta shoh, se QSH-ja nuk e nxjerr tezën, e fsheh. Pra, unë e marr nëpërmjet rrjeteve, ma dërguan dhe pash me imtësi, ushtrim nga i ushtrim i parë deri ke 33, asgjë nuk është jashtë programit. Asgjë nuk është shumë e vështirë, madje kam vërejtje sepse disa ushtrime që mund të ishin edhe më të vështira, i ka lehtësuar autorin në mënyrë jo matematikore, jo shkencore. Qartë. Po më lejoni që ta zgjeroj pak këtë pyetjen duke qenë se siç e thash edhe në fillim, matematika është një nga disiplinat më të rëndësishme të formimit të jetës njeriut, jo thjesht të nxënësit, jo thjesht të studentit. Po sa i takon ankesave që nxënësit kanë për vështirësi, apo që qarkullojnë në opinionin publik. Kjo ka lidhje me rënjen e nivelit të nxënësve apo me rënjen e nivelit të kurrikulave? Sa i takon matematikës flas gjithmonë? Është me joshjen e nxënësve, me përkëdheljen e nxënësve dhe me autoritetin jo të mjaftueshëm të mësuesit ndaj punës që bën. Pra, një mësues i mirë, e them për shembull që të menduarit kritik. Menduarit kritik do të thotë që unë kam normal të shkruaj diçka, të ditë, për të menduar kritik në lëndën e matematikës. Në matematikë nuk jepen ushtrimet që ndryshojnë vetëm numrat, po jepen ushtrime që pjesë të këtij ushtrimit janë zgjidhur më përpara me klasën dhe nxënësi mund t'i bashkojë në një ushtrim më të vështirë. Pra, absolutisht duhet mendoj që në matematikë nxënësit duhet t'i japësh patjetër ushtrimet që i ka bërë në klasë ose që i ka modelin test. Madje unë do kritikoj modelin e testit që nxjerr Ministria e Arsimit. E quhen sikur bën një gjë të madhe. Nuk ka nevojë për model testi. Rëndësi ka që tipet programi orientues dhe që jepet gjithmonë, edhe jepet teza ditën e provimit. Nxënësit e dinë si është formati i provimit, pra programet, modelet e testeve që nxjerr Ministria e Arsimit janë për show, jo se ndihmojnë nxënësit, sepse në ndonjë rast ata kanë drejtë, domosdoshmë ka shumë ndryshim midis modelit testit që u shpall për maturën 25 me testin e maturës 25, shumë të ndryshme. Të dyja janë matematikës, të dyja janë për jashtë programit, nga forma ndryshojnë. Atëherë nxënësit thotë, nëse kam si kjo formë, nuk është forma, përmbajtja është ajo që përcakton nivelin, cilësinë e testit matematikës. Qartë. Profesor, do ta lë maturën shtetërore, besoj do të kemi mundësi të flasim sërish sepse ende s'ka mbaruar, por është edhe aplikimi për universitet, po dua në fakt përqendrohemi në një çështje të fundit në këtë bisedën tonë bashkë që ka të bëjë me procesin e kualifikimit të ri të mësuesve, të drejtuar ose të udhëhequr, nuk e di, ju më korrigjoni, nga Ministria e Arsimit. Në analizën tuaj, a ka funksionuar realisht ky proces i kualifikimit të ri të mësuesve? Ma shpjegoni se dua ta kuptoj vërtet këtë gjë. Asgjë s'bëhet.
Kualifikimi i mësuesit është një format falso që mësuesi e bën atë në kuadër të 3, 8, 10, marrë ato shtesën e rrogës dhe asgjë s'bëhet për kualifikimin e tij. Unë kam qenë shumë kritik në këtë drejtim, po ta hapesh faqen time të Facebookut. Janë shumë thënë të mirë se si mund të trajnohet një mësues, për shembull për tezën që është bërë si mjet matematik, kam ngritur shqetësimin që a duhet kemi të licencuar artues testesh, të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit, sepse ka një përvojë shumë të bukur që unë e njoh mirë të italisë dhe të anglisë dhe të francës pak, të dy shtetet, A-level, IB-a dhe gjimnazi liceu shkencor i Italisë, njoh shumë mirë dhe janë teza shumë të formuara nga njerëz jo fut dorën në thesin e mësuesve, merr një mësues edhe artot testin. Jo, do të jetë specialist. Unë kam ndërmend të shkruaj diçka për tezën e pardjeshme në lidhje me se si mund të bëhesh më mirë tezë. Po, nuk e di, meqense po ju marrni intervistë para se ta shkruani, nëse mund të zbuloni diçka nga ajo që keni në plan të shkruani. Pa i hequr sekretin. Lidhje me kualifikimin e mësuesve, apo me lidhje me hartimin e tezës? Në lidhje me atë se çfarë do të shkruani ju. Ju thatë për hartimin e tezës, kam përshtypjen. Po, hartimin e tezës. Domethënë unë do t'i marr ushtrimet, disa nga ushtrimet, do t'i marr për shembull ushtrimit 8 aty. Po. Është një pikë dhe jep 2 brinj të një pasnjëshme të një paralelogrami dhe diagonale. Po. Dhe kërkon largesën ndërmjet këtyre 2 brinjve të përballta. Ai trekon që i ka dhënë, edhe nga figura, është se kënd shkon drejt që në bazë të teoremë Pitagorës jep diagonale është lartësi. Pra e kam menduar që po të trajtohesh ndryshe, isha unë autor testi. Po. Do të jep atë ushtrim, do ta modifikoja dhe në mënyrën e modifikimit do t'i shkruaj, që ditë një ushtrim i bukur. Pra ushtrimet ka një koncept gabuar që ushtrimet me alternativa duhet t'i bësh me mend pa shkruar. Kjo është gabim. Zonësit duhet shkruaj, alternativa nuk e di pse ekziston, ka ekzistuar që në kohën kur edhe unë kam qenë në ministri, por nuk e di pse ekziston, ose të ekzistojë, po të ketë dhe penalitet. Pra, ti mund të zgjedhësh alternativën A, B, C ose D, po qofse në 2-3 gabime, ti duhet të eliminoj të hiqet një notë. Kurse tek ne është që zonësi edhe po gaboj, nuk hiqet asnjë notë. Kjo është për mua është parregullsi. Nuk e ka bërë kështu. Në testet që bëhet ndërkombëtare, në çdo 3 ose 4 gabime hiqet një pikë. Qartë. Për t'ju rikthyer së fundmi kualifikimit të mësuesve, se unë nuk e kuptova. Ju thatë duhen kualifikuar për hartues testesh. Tani, a nuk funksionon që hartuesit e teksteve të jenë edhe hartuesit e testeve? Hartuesit e teksteve kanë vdekur në Shqipëri, sepse tekstet përkthehen në mënyrë me Google Translate, jo nga specialist, me Google Translate e theksoj këtë, nga tekstet më të dobët që ka Britania. Tekstet e matematikës dhe shkencave në përgjithësi, në paktën në shkollën e mesme që unë i njoh, janë në nivelin e dur. Pra kjo bën që edhe tezat jetë e shumtuar për ne që kemi marruar maturën, që kemi marruar maturën vetë si ish në dhënës, si maturant, por edhe kemi dhënë mësim tek maturant që kanë bërë provime shumë dinjitoze. Ky provim është qesharak për një ish maturant të viteve para 96-s. Pra, në kuadër të kualifikimit të mësuesve, trajnimit të mësuesve, po të vjen re ju tek testi i kualifikimit të mësuesve, pjesa më e madhe është pjesa ligjore. Mësuesi duhet di procedurat, ligjin, po jo për mbajtjen mësues matematike. Mësues matematike askujt po të hapesh faqen time, gjen goxha materiale se si indikacione, se si një mësues i matematikës mund t'i jepesh një problem ta trajtonte në mënyrë të tillë që të ishte e këndshme për gjithë klasën, edhe për të punuar hap pas hape me gjithë nxënësit dhe me gjithë. Pra mungojnë format moderne të trajnimit të mësuesve. Qartë, ne shpresojmë për hir të vjetësisë dhe rritjes pagës bëhen ca provime pa shumë Edhe ato 4 nivelet famshme të kualifikimit deri te mësuesi mjeshtër, unë vërtet nuk i kuptoj, domethënë, çfarë do të thonë mësues mjeshtër, si përkthehet konkretisht. Megjithatë, doja Këtu duket termi i gabuar, mësues mjeshtër. Mjeshtër pse ke 10-12 vjet. Mjeshtër është ai që është mjeshtër, që nxënësi e vlerëson si mjeshtër.
Po të hapësh faqen time, mund të gjesh fare bukur një shkrim për mësuesin mjeshtër. Para 5-6-7 muajsh. Qartë. Shpresoj që të kemi mundësi të bisedojmë prapë më vonë për problematikat e çështjet e tjera të arsimit. Profesor, unë ju falenderoj për bisedën dhe për ekspertizën. Isha me profesor Fatmir Vejsiun, ekspert arsimi dhe mësues matematike, folëm për provimin e maturës shtetërore të matematikës dhe problematikat e maturës shtetërore në tërësi, si dhe të arsimit. Shkëpunemi për pak dhe me njëherë kthehemi. Mirë, ja ku jemi rikthyer edhe në pjesën e fundit të aktualitet për këtë të njëjtë. Në fakt, do të flasim për turizmin, duke qenë se mesi i muajit qershor, i muajit të parë të verës ka kaluar dhe temperaturat janë gjithmonë e në rritje dhe turistët janë gjithmonë e në ardhje më shumë se sa muajve të tjerë, po themi, nga janari deri në maj, kështu që është e nevojshme të flasim pak për mënyrën se si po organizohet, po themi, sezoni turistik në këtë sezon veror 2025. Për të folur për sezonin turistik, por sidomos për problematikat që ka në të kënaqësinë që të kem në lidhje të drejtë për drejtë me studion time, Jetmira Hoxhën, eksperte turizmi. Jetmira, shumë faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Po ta nisim pak me shifra pompoze se pse jo, Shqipëria i meriton për të gjithë panoramën dhe mjedisin e mrekullueshëm që ka. 2.4 milion turist, po themi është shifra që është dhënë për vetëm në 4 muajt e parë të vitit 2025. Po themi nga janari deri në prill, kam përshtypjen që më shumë do të jenë duke u bërë gjatë kësaj periudhe, sidomos edhe me hapjen e tunelit Llogaras dhe me facilitetet e tjera. Pyetja ime është, a jemi të përgatitur për një verë me miliona turist? Atëherë, puna që ne kemi bërë gjithë këto vite, reklamimi i Shqipërisë, pasuritë tona natyrore, gjithashtu dhe pjesa e Bregdetit, riviera që neve kemi, por rikthehet duke me numrat e turistëve që ne kemi patur vjet, edhe këtë vit, le të themi që është një punë e shpërblyer. Patjetër ka ndikuar gjithashtu dhe hapja e aeroportit të Vlorës, reklama që është bërë, media që po flasin anë mban botës, është një plus për vendin tonë. Hapja e tunelit të Llogaras ka lehtësuar disi pjesën e varqjes në zonave të jugut, por le të themi që deri diku ne ende nuk jemi të përgatitur për të mirëpritur gjithë këta turistë. Nuk jemi ende të përgatitur plotësisht. Po çfarë na mungon se ardhja e miliona turistëve është lajm i mirë vërtet, edhe për ekonominë, edhe për punësimin, edhe për njohjen dhe marketingun e Shqipërisë, po çfarë na mungon? Atëherë, si fillim neve na mungon pjesa e infrastrukturës, le të themi. Hapja e tunelit ka të mirat dhe të këqijat e veta. Sa do të thotë që sjell përfitim në pjesë humbin banorët lokale të themi, sepse është shmangja që është bërë, më përpara mund të kishin përfitime pjesa e restoranteve, butina që ndodhen në Llogara, por tani më duke anashkaluar këtë gjë, kjo është një humbje. Gjithashtu është pjesa e rritjes së çmimeve, le të themi, që kjo ndikon shumë në pjesën e banorëve që i vret ata deri diku në pjesën e çmimeve, sepse do rritin qerat, rriten shpenzimet e tjera. Kështu që kjo është një pjesë e keqe deri diku. Shiko, se meqense më përmendet çmimet, a e ke parasysh që gjatë sezonit turistik, besoj e ke parasysh, sigurisht për shpyetje retorike, që gjatë sezonit turistik edhe banorët edhe turistët blejnë dhe operojnë me të njëjtat çmime, a mendojnë që është e drejtë një gjë e tillë, a mos duhet të ketë po themi çmime po themi më të ulta për banorët, bie fjala për shembull në lungomare në Vlorë, a është e drejtë që të funksionojnë me njëjtat çmime edhe banorët e zonës edhe turistët që vinë nga Spanja ose nga Portugalia ose nga Polonia? Për mendimin tim duhet të ketë një kontroll. Mos pasja një kontrolli nga autoritetet lokale, kjo ndikon, sepse nuk mundet që një lokal të paguajë të njëjtin çmim si një turist. Duhet të ketë deri diku një diferencim çmimesh. Këto po e hasin faktikisht pjesën e çmimeve, qoftë edhe banorët lokal, por edhe turistët. Sepse dhe vetë ata ankohen për pjesën e çmimeve, duke qenë se ka dhe nga ata turistë që janë rikthyer për të dytën herë në vendin tonë dhe thonë që vjet ka qenë ndryshe, por këtë vit është rritur kaq shumë. Qartë. Në fakt, mua kjo më kujton edhe vendet të tjera të cilat aplikojnë këtë dallimin e çmimeve midis turistëve dhe banorëve vendas për sajte të ndryshme turistike, arkeologjike, muzeale. Megjithatë, duhet kalojmë një pikë tjetër që ka të bëjë me infrastrukturën. Po më thuaj. Jo, doja të thoja, domethënë që ajo është aplikohet kudo dhe në vende të tjera.
Por, le të themi që deri diku ato kanë një kontroll, por tek ne mungon kjo pjesa e kontrollit dhe kjo sjell një pakënaqësi për pjesën e turistëve. Qartë. Siç të thash, doja të përmendja pak pjesën tani të hidhesha në një temë tjetër, tek infrastruktura edhe tek transporti që gjatë sezonit turistik, jo vetëm sigurisht, po gjatë sezonit turistik sidomos është mjaft e rëndësishme. Tuneli i Llogaras që përmendëm e ka shkurtuar rrugën nga mbi gjysmore në 5 apo 7 minuta, po themi. Nga ana tjetër janë shtruar shumë akse që lidhin, po themi, zona të ndryshme turistike ose zona me interes të veçantë. Megjithatë, ku vijon ti shohësh problemet, po themi, në sezonin turistik sa i takon infrastrukturës? Mungon një organizim i transportit publik. Le të themi që turistët që vinë në mënyrë individuale, turistët backpack, nuk janë dhe aq shumë të organizuar. Nuk ka një orar zyrtar, ato nuk gjejnë informacione në pjesën e internetit ku niset vendi i nisjes, transporti që ndjek, mungon transportet, le të themi në pjesën e Sarandës, transportet lokale mungojnë. Persona që vinë me transportin e tyre kanë më të mëdhaj, pastaj pjesa tjetër e turistëve që vinë në mënyrë individuale, hasin këto lloj problemesh. Në fakt, çfarë nga bisedat që mund të kesh bërë me turistët sa i takon çështjes së transportit, çfarë të kanë thënë tjetër? Do të thënë çfarë problematikash përveç ndoshta mungesës së orientimit ose mungesës së një transporti të mirë? Është mungesa e orientimit, është mungesa e çmimeve të taksive. Jo më lartë vetë hasa me disa turistë javën që kaloi në terren, që taksisti kërkonte 12 euro për një distancë të shkurtër. Kjo është një pakënaqësi për pjesën e tyre, sepse nuk përdorin taksimetër, nuk japin pjesën e faturave. Kjo është një problem për sa i përket pjesës dhe reklamimit të vendit tonë. Pra, shihet si abuzim, po themi, kjo pjesa e taksive që abuzojnë me çmimet? Kjo është abuzim. Unë e përmenda dhe pak më përpara, duke mos patur një kontroll, patjetër që abuzohet me pjesën e çmimeve. Le të themi që kanë 2 pjesë nivelesh për banorët lokal që ju flasin shqip, i japin dhe përdorin dhe taksimetrin, por kur e kuptojnë